تتقطع وسيوفنا من نبضهم تتقطع جاهد بنفسك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet e dërgojmë zotërisë të pejgamberëve, më të dashurit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allah subhanahu wa taala i cili na ka munduar që me fillu me shpjegimin e këtij libri, do thotë rreth shenjave të Kiametit. Lusim Allah subhanahu wa taala që gjatë këtij shpjegimi Allahu më na dhon bereqet dhe sinqeritet deri në fund të këtij libri. Po përveç kësaj lusim Allah subhanahu wa taala që edhe më na bëj për atyre të cilët marrin dituri të dobishme, dituri e cila është argument për neve dhe jo argument kundër neve. Padyshim se dituria rreth shenjave të Kiametit, siç e ka përmendur Allah subhanahu wa taala në ajete të ndryshme në Kur'an, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, është dituri e cila është diçka e fshehtë, është gajb, që nuk e din atë vetëm se Allah subhanahu wa taala. Nëse ne flasim për Kiametin, nuk mundemi me bë pyetjen se kur është ai, ditën se kur është ai, ose kohën se kur ka më ndodhur ai. Për shkak se Allah subhanahu wa taala këtë dituri nuk ja dha as pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e këtë dituri nuk ja dha as kuj për krijesave tina për melekëve, po këtë dituri Allah subhanahu wa taala nuk ja dha as Xhibrilit, i cili ishte i angazhuar për me çu mesazhin Allah subhanahu wa taala te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë çështjen e diturisë se kur është Kiameti, edhe kur ka më ndodhur Kiameti apo dita e gjykimit, Allah subhanahu wa taala këtë e la të fshehtë edhe la vetëm në veten e tina. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte për atyre që e kujtonte shpesh këtë kohë, e kujtonte shpesh ditën se kur do të ndodhë Kiameti. Ishte për atyre që e kujtonte edhe gjendjen se ajo se çka ka më ndodhur para kohës së Kiametit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte për atyre që i porosiste çdo herë sahabët, e që ajo porosi vlen edhe për neve që me u përgatit për këtë ditë, me forcu veten tonë për këtë ditë, edhe me u përgatit për shenja që ka më ndodhur para Kiametit. Edhe me forcu vetën tonë për ditën se kur do dalim para Allah subhanahu wa taala. Pse? Se kemi përmend disa herë që besimtari është ai i cili e forcon veten e tina, e përgatit veten e tina para se me i ndodh provat atij, e jo më siç që i ndodhin provat. Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an: "Yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Edhe kanë me të pyet ty o Muhammed se kur ka më ndodh Kiameti, kur ka më ndodh dita e gjykimit, kur do të ndodh ai. Qul innama ilmuha inda rabbi, edhe thuaj të atyre të cilët të pyesin se ajo është dituri që Allah subhanahu wa taala e ka lënë vetëm për veten e tina, edhe ditën se kur do ndodh Kiameti, Allah subhanahu wa taala e din vetëm ai këtë, edhe nuk e din askush prej krijesave tina. Prandaj pejgamberi Allah subhanahu wa taala e urdhëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që me i porositë dhe me ju tregu besimtarëve që ditën se kur do ndodh Kiameti e din vetëm Allahu i cili është një edhe nuk ka tjetër. Porse për këtë ditë Allah subhanahu wa taala pejgamberi selam vazhdoi të porositë besimtarët edhe të i forcon ata për para se me ndodh Kiameti, se çka me vepru. Prandaj edhe Allah subhanahu wa taala në shumë ajete të Kuranit e përsërit shpesh të ditën kur do ndodh Kiameti, ata të cilët e besojnë Allah subhanahu wa taala, mas kësaj fjale, Allahu e shton edhe ata të cilët e besojnë ditën e fundit, sepse është diçka e cila do ndodh, edhe është diçka e cila do ta përjetojnë një pjesë e njerëzve, por se ne lutim Allahu subhanahu wa taala që para kësaj dite Allahu më na forcoj neve në këtë fe, edhe më na forcoj me iman. Yes'alunaka an-nasu anis sa'ati, edhe kur të pyesin ty o pejgamber, o Muhammed, se njerëzit se kur është dita e Kiametit, kul innama ilmuha inda Allah, thuaj se çështja e ditës Kiametit është vetëm tek Allah subhanahu wa taala, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Edhe ndoshta ti nuk mundesh me ditë, sepse ndoshta Kiameti, dita e gjykimit, ka me ukonën edhe është afër,
e përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Wa li hadha lima su'ila Jibril alayhi salam, për këtë kur është pyetur Jibril alayhi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqti saati kama fi hadithi Jibril tawil, kur një herë për herë të gjithë dini hadithin e gjatë kur Jibril alayhi salam erdhi në formën e një njeri, erdhi dhe jol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te konte tina, edhe i ngjet konte tina me konte pejgamberit sa më fillon me pyetje të gjithë ju dini hadithin e gjatë që është hadithi i Islamit, edhe në fund pas atyre pyetjeve për Islamin, për imanin, për ihsanin, e pyet Jibril alayhi salam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kur është dita e gjykimit. Kur është dita e gjykimit, edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il." Ai i cili po pyet e din më mirë se ai i cili po pyet. Do thot pejgamberi sallallahu e tregon edhe argumenton me këtë se ky nuk ka detyrim rrethojna. Edhe thot ai i cili po pyet e din se është Jibril alayhi salam, ndoshta ka detyrim rrethojna më shumë se unë që po pyeten. Edhe pasi që shkon Jibrili pejgamberi sa i tregon atyre sahabëve, përkatësisht Omer radhiyallahu anhu se për këtë ditë, edhe për këtë që i cili i bëri këtë pyetje, ishte Jibrili alayhis salam edhe erdhi për me ja mësua juve fejen. Prandaj fe Jibril la ya'lamu mata taqumu sa'a wa kadhalika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prandaj as Jibrili e as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e din kohën e saktë se kur do të bëhet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan fa inna Isa alaihi salam la ya'lamu mata taqumu sa'a. Për këtë as Isa alaihi salam i cili do të zbret në tokë, edhe i cili është prej shenjave të mëdha të kiametit, e që do të vjen në shpjegim të cilin do ta përmendim më vollësisht zbritin e Isa alaihi salam në tokë, por se as ky edhe pse Allah subhanahu wa taala ka bërë prej shenjave të mëdha të kiametit zbritin e Isa alaihi salam në tokë, e as ky nuk e din se kur është dita e saktë e gjykimit. Të gjithë e dini historinë edhe udhëtimin që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën kur ka bërë Isra edhe Mirajin, kur është taku me shumicën e pejgamberëve, edhe të gjithë njëri prej tyre e ka pyetur se kur është dita e gjykimit. Pastaj e pyet Musa alayhis salam se kur është dita e gjykimit. Musa la alamu li biha, thot nuk ka la ilma li biha, nuk ka dituri rrethojna për mua. Prandaj e pyet Isa alayhis salam pejgamberin se kur është dita e gjykimit, thot as unë nuk kam njohuri rrethojna. Pastaj e pyet edhe Ibrahimi alayhis salam, thot se nuk ka dituri rrethojna për mua, por se i tregon disa prej shenjave që do dalin, që është dalja e Dajjalit, dalja e Juxhit dhe Majuxhit, dhe disa shenja që thënë do ndodhin para kiametit, por se ditën e saktë se kur do ndodh kjo nuk e din as Ibrahimi alayhis salam. Prandaj kanë qenë pejgamberët të cilët i kanë lemërtuar si ulul azmin, i kanë lemërtuar si ulul azmin, pesë pejgamberë që të cilët i ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në udhëtimin e tij në Miraj, në Isra dhe Miraj, edhe asnjëri prej tyre nuk e ka ditur se kur është saktë dita e kiametit. Por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo që e cila tregohet në hadith thotë se bu'ithtu ana was-sa'ati ka hatayn, janë dërguar unë edhe dita e gjykimit si këto dy, edhe i bën bashk dy gishtat e tina. Thotë se unë edhe dita e gjykimit i na dërguar bashk, edhe të gjithë kena orë për një kohë. Por ndërsa një hadithi dhe thotë unë edhe dita e gjykimit jena të njëjtës orë, të njëjtit moment, të njëjtit qatë që të tërë i ka dërguar pejgamberi, i ka dërguar Allah subhanahu wa taala. E përmend Ibn Kaimi se thotë ai i cili mendon se me këtë hadith se ka përmend pejgamberi alayhis salam që janë dërguar unë edhe dita e gjykimit, sikurse këta dy gishta, edhe thotë se pejgamberi alayhis salam pasi që e ka thënë këtë hadith, edhe e ka thënë këtë fjalë se unë edhe dita e gjykimit jena sikur këta dy gishta, edhe mendon veten e tina se pejgamberi sa e ka ditën kur është dita e gjykimit, edhe nuk i ka treguar besimtarëve, thotë ky person i cili e thot këtë fjalë ose e mendon këtë, ai vetëm se është një ignorant, por se ka një ignorancë të thellë. Ky person i cili e mendon se pejgamberi alayhis salam e ka ditën e gjykimit, ky person është një person i cili ka xhehel të rënd në veten e tina, i cili mundet mu argumentu me këtë hadithin që e përmendëm se pejgamberi sa ka thonë se unë edhe dita e gjykimit në dërguar si këta dy gishta, por se thotë se Allah subhanahu wa taala ka bërë ditën e gjykimit gajb, edhe atë e ka lënë vetëm në veten e tina, edhe ka lënë dituri që vetëm Allah subhanahu wa taala e din atë. Prandaj me fol rreth ditës së gjykimit, edhe me fol rreth ditës se kur ka me orë, edhe kur ka me ndodhur dita e gjykimit, nuk mujna me cek saktësisht ato, por se Allah subhanahu wa taala ka
ka dërguar shenja që besimtarët më përgatiten para sojna. E përmend autori se në këtë libër të cilën ka shkruar për shenjat e Kiametit, thot disa prej shenjave i kena përmend rradhat të cilat do ndodhin, dhe disa prej shenjave për asaj të cilën ne kemi gjetur në hadithe, nuk i kemi përmend me renditje të saktë. Nuk e kemi përmend me renditje të saktë, por se nuk e din askush se cilat janë me rend. A do të ndodh dalja e Dajjalit, apo do të zbret Isa, apo do të vjen Yexhuxhi më Yexhuxhi, radhitjen e saktë se si do ndodhin shenjat e Kiametit me rend, nuk e din askush por vetëm prej asaj të cilën ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ajetet të cilat Allah subhanahu wa taala i ka zbritur në Kur'an, edhe hadithet të cilat i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregojnë se dita e Kiametit vetëm se është afruar. Dita e Kiametit vetëm se është afër. Edhe vetë lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vetë dërgimi i atij si pejgamber është një prej shenjave të Kiametit. Iktara lin-nasi hisabuhum hum fi ghaflatin mu'ridun. Fa Allah subhanahu wa taala në Kur'an, ju është afruar njerëzve dita kur ata kanë me dhënë llogari para Allah subhanahu wa taala. Ju është afruar njerëzve dita kur ata kanë me dalë para Allah subhanahu wa taala dhe kanë me dhënë llogari për çdo vepër të cilën ata e kanë bërë, për çdo fjalë të cilën ata e kanë thonë. Wa hum fi ghaflatin, ata vetëm se çndrojnë me një gaflet, çndrojnë edhe kanë anashkalu vetën e tyre, edhe nuk i flasin vetës tyre për ato të cilat kanë përjetu këta, nuk i flasin vetës tyre për ato të cilat kanë ju ndodhur, nuk i flasin vetës tyre për ato që Allah subhanahu wa taala i ka premtuar se kanë ju ndodhur dita e gjykimit, ka me ardhur dita e Kiametit, edhe nuk i flasin vetës tyre për ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka garantuar për to, wa hum fi ghaflatin mu'ridun, edhe këta vetëm se rrin gaflet, edhe nuk përgatiten për këtë ditë. Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, edhe ti nuk e din çka nëse dita e gjykimit është shumë afër, çka nëse dita e Kiametit është shumë afër, innahum yarawnahu ba'ida. Njerëzit ato ditën e gjykimit, se ditën se kur ka me ndodhur Kiameti, ndoshta e shohin diçka që është shumë larg, ndoshta e shohin diçka e cila është shumë larg prej neve, ndoshta dikush prej neve mund të thonë se ndoshta na nuk e përjetojnë ato, por se tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, wa narahu qariba, do sa na e shohim se dita e gjykimit, dita e Kiametit, dita se kur do ndodh Kiameti është shumë afër. Iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar. Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an, është afru dita e gjykimit, edhe është qahana. Ky ajet kur me zbritjen e këtij ajeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se unë edhe dita e gjykimit jemi dërgu për të njëjtin qast. Unë edhe dita e gjykimit jemi të njëjtin qast. Bu'ithu ana wasa'tu ka hatain, hadithin të cilën e përmendëm se unë edhe dita e gjykimit jemi dërguar sikur këta dy gishta, ndërsa në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu fi nisfi sa'a. Unë edhe dita e gjykimit i na dërgu për të njëjtin qast. Unë edhe dita e gjykimit i na dërgu për të njëjtin moment. A mundet me po dikush që a ka me shtyr gishtave diçka, njëjtë është edhe dërgimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe dita e gjykimit. Këta nuk mundet me ndo asgjë në mes, por se janë bashkë, edhe kjo do të më na dhon neva shpresën. Kjo do të më na dhon neva shpresën që do të më punu çdo herë, edhe do të më përgatit çdo herë për këtë ditë të cilën ndoshta dikush prej ka më përjetu, por se çdo kush prej njerëzve do ta përjeton ditën se kur do dalin para Allah subhanahu wa taala, prandaj do të më përgatit për këtë ditë. Tha Allah subhanahu wa taala, thotë transmeton në hadithin e Omerit se përderisa na ishmi thot me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhami, edhe ishim duke biseduar për disa çështje rreth vetës, dhe rreth asajna prej shpallës që po i dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe thot gjilli vetëm se kishte ardhur në kohën e fundit të perëndimit. Edhe të gjithë e dim se kur dielli vjen në fund perëndimit, edhe nuk ka më rreze, ato momentet përderisa të perëndon krejt janë shumë çafte të vogla. Janë shumë minuta të shkurt për me u zhduk dielli komplet. Edhe thot Omeri radiallahu anhu se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shikojni këto qafe derisa të humb dielli komplet. Derisa të perëndon dielli komplet. Këto janë qafe atë sa na ndon neve me ditën e gjykimit. Do thot janë minuta shkurt, është kohë shumë e shkurt me ato që na ndon neve prej ditës kur do donin para Allah subhanahu wa taala. Kush po e thot këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur po e thot këtë?
po e thot para 1000 sa vjetëve, ndërsa na sot çdo ditë më shumë vetëm se jemi afër kësaj dite, edhe jemi afër ditës së kur dojmë para Allah subhanahu wa taala. Prandaj hadithet të cilat kanë ardhur rreth ditës së kur ndodh Kiameti, apo shenjat të cilat i ka treguar Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregojnë qartë se dita e gjykimit është vetëm se afër. Andaj dietarët i kanë ndarë shenjat e Kiametit në 3 kategori. I kanë ndarë ato në 3 kategori. Kategoria e parë është shenjat e vogla të Kiametit, të cilat disa prej tyre edhe kanë ndodhur, disa prej tyre vetëm se janë duke ndodhur, edhe kanë thënë se shenjat e mëdha të Kiametit, po ashtu edhe shenjat mesatare. Për shenjave mesatare që të e përmendin dietarët është se shenja mesatare mundet me qenë dalja e Imam Mehdiut. Ardha e Imam Mehdiut, disa prej dietarëve kur flasin për shenjat e Kiametit, thonë se ardha e Imam Mehdiut është rrugë lidhse apo është hallk ngjitse mes shenjave të vogla të Kiametit edhe shenjave të mëdha të Kiametit. Prandaj disa prej shenjave të vogla vetëm se kanë mund me ndodhur sikur se është ato për të cilat ka përmendur dietarët, e ka përmendur se vetë ardha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për shenjave që Kiameti është afër, apo ngritja e diturisë me vdekjen e dietarëve, shumë për dietarëve në Islam, vetëm se dita e ditë, vetëm se po shtohen vdekjet e tyre. Allah subhanahu wa taala tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadith se nuk e merr diturinë e juve duke e shkruar ato pe gjoksave të ju, por se e merr ato me vdekjen e dietarëve. Prandaj shtimi i fitnave, shtimi i ndërtimit të ndërtesave të mëdha, garimi besimtar se kush po zën për dunjajës më shumë, edhe vrasjet të ndryshme, vrasjet se nuk e dini vrarje pse është vrarë, as nuk e dini ai vrasi se pse e ka vrarë dikën, thënë për shenjave të cilat kanë ndodhur, edhe janë duke ndodhur. Prandaj ajo e cila prej shenjave që Allah subhanahu wa taala ka përmend, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend në hadith thotë se kur ndodhin këto shenja, kur ti shihni ju këto shenja, vetëm se filloni edhe shtojeni përmendjen Allah subhanahu wa taala, edhe filloni edhe shtoni veprat e ju të mira dhe lidhen ju ngushtë me Allah subhanahu wa taala. Pse? Sepse nuk e dini ju se cila shenjë do ndodh pas asajna. Një shenjë të cilën na mujna me e pa tash ose mujna me e thon tash se kjo e ka përmendur pejgamberi në hadith, edhe kjo vetëm se është ndodh, këto po e shohmi, por sa ajo e cila ka menduar pas kësaj shenje na nuk e dinë se cila është ajo. Për shenjave të vogla mujna me thënë është shumë gabim me thon dikush për neve se ai se këto shenja të vogla halos që na ngritet më mëdha, por sa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se kur ndodhin shenjat e mëdha, ato kanë me ardhur sikur se rrudha që dalin prej një peni. Sikur se rrudha që dalin prej peni, një mas një vetëm se shkojnë duke ndodhur njëra mas tjetrës, edhe nuk dihet për kohën e shkurtër mes tyre. Nuk dihet nëse del shenja e parë, vetëm se tjera kanë me ardhur rend mas sojna. Nëse del Imam Mehdiu, pas daljes Imam Mehdiu kanë me ardhur shenja tjera rend mas sojna. Prandaj e ka përmendur autori në libër se e përmend shirimin e Konstantinopollit, e përmend daljen e Dojxhallit, e përmend daljen e Joxhut dhe Moxhove, e përmend daljen e një ere që do t'i merr shpirtat e besimtarëve, e përmend libër edhe lindjen e diellit ka perëndimi, e përmend libër edhe shafitjen e tokës apo daljen e kafshët, por se thotë e përmend këtë libër thotë se ne nuk e dina se cila ndodh më përpara edhe cila vjen pas tjetrës. E ka përmend dietar se ajo cila ka në transmetime se nuk është për shenjave të fundit që ka me ndodhën lindja e diellit ka perëndimi edhe mas asojna ka me ndodhur Kiameti, por se thotë qëllimi i lindjes të diellit ka perëndimi ose pas kësajna Allah subhanahu wa taala mund nuk e pranon pendimin askujt për njerëzve. Deri në atë moment kemi mundësi çdo njeri prej neve për më u penduar tek Allah subhanahu wa taala. Deri në atë moment çdo njeri prej neve ka mundësi me kërku tobe, edhe Allah subhanahu wa taala më ia pranon toben pendimin çdo njeri për besimtarë dhe çdo njeri për njerëzve. Por se kur do të lind dielli ka perëndimi më mas asojna nuk ka pranim të pendimit. Më mas asojna ata të cilët janë besimtarë vetëm se do të qëndrojnë në atë. Prandaj për shenjave të para që përmend autori edhe që ka përmend vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se unë jam për shenjave të para të Kiametit. Pse se pas meje nuk do të ketë më pejgamber, pas meje më nuk do të ketë të dërguar. Ma kana Muhammedun aban ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tha Allah subhanahu wa taala në Kur'an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u kon babai ndonjëri prej njerëzve, por se ai u kon vetëm se një i dërguar prej Allah subhanahu wa taala, edhe është vula e pejgamberëve. Prandaj prej shenjave të para është vetë lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vetë dërgimi i tij si pejgamber.
Pse është prej shenjave të para? Sepse pas tina më nuk do të ketë pejgamber tjetër, sepse pejgamberi sa është vula gjithë pejgamberëve. Pastaj shenja tjera vinë një pas një, me shenjave të vogla, shenjave të mesme, edhe shenjave të mëdha. Prandaj ne lutim Allahun subhanahu wa taala që në ato të cilët na ka treguar në Kur'an, edhe ato të cilët pejgamberi sa na ka treguar në hadithe me na forcu para se me ndodh ato. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që mos më na marr shpirtin ndryshe vetëm se duke qenë besimtar, e lutim Allahun subhanahu wa taala që më na dhon iman të fortë, që nëse e kemi kader për mirë për jetu këtë shenja, me pas imani dhe mi përballu dhe me kënd të qëndrueshëm, e lutim Allahun subhanahu wa taala që më na marr shpirtin jo ndryshe vetëm se duke qenë besimtar edhe musliman në fenë e tina, walhamdulillahi rabbil alamin.